Jam në një prej manastireve më të veçantë budist në Lhasa të Tibetit. Ky është një nga ritualet më të rralla që mësohet. Është rituali i debatit të murgjve. 600 murgj budist, 600 shqipini, janë çdo ditë në këtë debat duke diskutuar me njëri tjetrin. Kjo është forma e diskutimit shqipeni. Diskutojnë argumentat e tyre kryesore. Është një manastiret më të rrallë të kokave të verdha, si quhet, që janë edhe po i quaj pjesa më e njohur sektimit budist i Nepalit, shqipeni si diskutojnë. Më pas do i tregoj dhe vetë manastirin aq sa ka mundur kap me studentët e se të zëndaluar. Kjo është një gjë rrallë fare. Ku ndërkohë është mbushur me turistë që janë duke parë, shqipeni, ndërkohë që debati vazhdon rregullisht. E pa besueshme. Kjo është gjëra më e rrallë e manastirit. Më pas do t'ju tregoj edhe pjesën e shqipeni. Është çudi se si mundon. Janë 600 murgj që bëjnë këtë ritual për ditë. Tani do t'ju tregoj pak edhe manastirin sa kam pinimet të manastirit për ta parë. Kjo është një nga gjërat më të rralla të botës. Ky debat zgjat 2 orë, nga ora 3 deri në 5. Janë 600 veta murgj dhe gjithmonë janë pranishëm vënda si shohin apo turistë. Manastiri pas është në Tran, është jashtëzakonisht shumë i bukur. Se besoni do. Tibet duket si vendi i mrekullive. Është i gjithi një tempull budist. Ky është gjallë. Gjithpamja është spektakolare, u zhvillohen debate. Do i tregoj dhe pjesën e brendshme. Edhe tavani me copë në gjithi. Çfarë bukurie, shiheni se interesante. Stuart, 12 years old. Kjo është statua e Budës. This was the founder. Duke hyrë në statujen më të madhe të Budës, është duke hyrë brenda i qofim ka radhë, shikoj sa është radha e njerëzve.
tjera që në kam në bronz. Bëhet statuja më e madhe në Tibet. Murgji po pin çaj. Po pin çaj. Tani, kjo është disa fundet e manastirit. Manastiri është shumë e bukur. Janë ndërtuar rreth 1000 vjet më parë. Si tha Rusi, pse e bukur është kjo pjesa e shtesës, po kthej edhe pjesa tjetër ku lëvizin murgjit. Kjo pjesë është spektakolare. Shikoni. Është rruga nga dalin murgjit që shkojnë për debatin atje apo për të falur. Nuk ka shumë perëndimor, sepse për të dhënë leje për perëndimorët është shumë e vështirë, por ka jashtëzakonisht shumë vizitorë nga Azia, të cilët vinë për arsye të, po i themi, po e quaj të qenit një prej vendeve më të shenjta budiste të botës. Tani po dal ke dera, sa të bukur e kanë të dyert, po vendos mas shpinën tani që çipet. Vësi është dera e punuar. Dhe kjo është dera kryesore e Daklis, kur dhe e hyrjes kuptohet, kur rrinë murgjit që kontrollojnë, edhe kërkojnë një bilet që e kam këtu. Dhe bilet. Edhe kjo pjesa këtej shumë e bukur. Kjo është hyrja e dytë. Si thua, hyrja e parë është pak më përpara, por deri këtu lejohen të vinë dhe makinat. Shpër sa e bukur është. Ja, dhe riftë që ecin.